Nuk kanë fund paradokset e qeverisjes së Edi Ramës. Vetëm pak ditë pasi kryeministri deklaroi publikisht se Partia Socialiste do të miratojë një kod etike, sipas të cilit deputetët dhe ministrat nuk duhet kenë të afërm të punësuar në administratën shtetërore, vendimet e marra sot nga qeveria e tij e rrëzojnë këtë deklaratë në mënyrën më të drejtpërdrejtë. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave, Rama ka emëruar Andrea Shllakun zëvendës ministër të mbrojtjes. Andrea Shllaku është djali i tezës së ministrit aktual të mbrojtjes, Pirro Vengu. Me këtë vendim, dy të afërm të shkallës së parë drejtojnë praktikisht të njëjtin institucion, një nga ministritë më sensitive të shtetit shqiptar. Vendimi është bërë publik pas zbardhjes së VKM-ve të miratuara sot, duke konfirmuar se premtimi për luftë ndaj nepotizmit mbeti vetëm në nivel deklarativ. Emërimi ngre pikpyetje serioze jo vetëm për standardet etike të qeverisë, por edhe për mënyrën se si konceptohet ndarja mes interesit publik dhe lidhjeve familjare. Andrea Shllaku nuk është një emër i panjohur për strukturat shtetërore. Gjatë 3 viteve të fundit, ai ka mbajtur funksionin e përgjegjësit të shërbimeve të brendshme në kryeministri. Në këtë rol, detyra e tij kryesore ka qenë planifikimi dhe realizimi i operacioneve logjistike në nivelin më të lartë të qeverisë, duke pasur akses të drejtpërdrejtë në strukturat më të rëndësishme të administratës. Më herët, Shllaku ka shërbyer për rreth 3 vite si shef kabineti i drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv në Autoritetin Portual të Durrësit. Pas kësaj, ai ka mbajtur për 2 vite postin e drejtorit të divizionit operacional, duke mbikëqyrur aktivitetin e përditshëm dhe operacionet portuale. Së fundmi, përpara emërimit si zëvendës ministër, ai ka qenë këshilltar i jashtëm për infrastrukturat portuale pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Ky zinxhir pozicionesh lidhet drejtpërdrejt me karrierën e Pirro Vengut. Përpara se të emërohej ministri i Mbrojtjes, Vengu ka qenë drejtori i Portit të Durrësit. Pikërisht në atë periudhë, pamfleti ka denoncuar se Andrea Shllaku ishte punësuar në strukturat e portit në ndrejtimin e tij. Pas largimit të Vengut me autoriteti portual dhe kalimit në Ministrinë e Mbrojtjes, Shllaku u transferua si këshilltar në të njëjtën ministri. Vendimi i sotëm e çon këtë marrëdhënie deri në nivelin më të lartë, duke ngritur nga këshilltar në zëvendës ministër. Nuk dihet nëse kryeministri Rama ka pasur dieni të plotë për lidhjen familjare mes Vengut dhe Shllakut, apo nëse është informuar në mënyrë selektive nga stafi i tij. Por pavarësisht kësaj, përgjegjësia politike mbetet e qartë. Emërimi i 2 djemve të tezës në drejtimin e një ministrie strategjike për sigurinë kombëtare përbën një skandal institucional dhe një goditje direkte ndaj çdo pretendimi për meritokraci. Ky nuk është një rast i izoluar në qeverisjen Rama. Në vitet e fundit, në kabinetin qeveritar dhe në poste të rëndësishme shtetërore, janë emëruar edhe familjar të afërt të kryeministrit. Vasilika Vjero dhe Silda Çepa, të dyja kushëria të tij, kanë qenë pjesë e strukturave të larta shtetërore. Këto raste kanë ndërtuar një model të përsëritur, ku lidhjet familjare dhe besnikëria personale peshojnë më shumë se parimet shpallura publikisht. Në këtë kontekst, premtimi për një kod etike në PS të ngjellon si një deklaratë formale pa vlerë reale. Praktika tregon se pasi janë sistemuar të afërmit të drejtpërdrejtë, radha vjen edhe për familjarët e ministrave. Emërimi i Andrea Shllakut si zëvendës ministër i mbrojtjes e bën të qartë se nepotizmi nuk është devijim nga rregulli, por pjesë e mekanizmit të funksionimit të pushtetit.